Përshëndetje miq të nderuar të televizionit Shenja dhe emisionit Gjurma. Javën e kaluar, kolegja Bajnur Bafqari trajtoi problemin me fëmijët e zhdukur në vitin 2010, fati të cilëve ende mbetet i panjohur. Edhe emisioni i sontëm do të jetë një vazhdimsi e kësaj problematike. Sonte do të zhvendosemi nga familjet e fëmijëve, fati të cilëve u trajtua emisionin e kaluar, por do të mbetemi në temën e njëjtë për të trajtuar jetën e disa fëmijëve të tjerë, të cilët mund të kenë pasur fat të njëjtë me voglushët e zhdukur nga Kumanova dhe Shkupi. Të gjithë jemi dëshmitar të shtimit të numrit të lypsëve nëpër rrugët të qyteteve të ndryshme në vend, ndërsa ajo që vërehet edhe më shumë është prania gjithnjëherë më e madhe e fëmijëve për të cilët nuk dihet as nga vinë e as ku përfundojnë pas një dite të raskapitur. Kush janë këta fëmijë? Për kënd kërkojnë lëmosh? A e shijojnë lëmoshën ata dhe familjet e tyre dhe sa ata janë të sigurt? Të gjitha këto dhe pyetje të tjera do të mundohemi të përgjigjemi sonte në ulumtimin që zhvilluam këtë javë, përfshirë edhe bisedat me institucione dhe persona kompetent. Fëmijët të cilët i gjenë në një lokacion gjatë gjithë ditës, të trishtuar, të humbur në një qytet të panjohur për ta. Askush nuk i njeh në zonën ku ata shtrin dorën për të kërkuar lëmosh. Ata ende nuk kanë mësuar rrugët përreth lokacionit ku lypin lëmosh, ndërsa për çdo ditë dinë të vinë të largohen në mbrëmje në destinacione më të largëta, nga Kumanova, Velezi, Maqedonia Lindore dhe gjithandej i hasim rrugëve të Shkupit, të trishtuar dhe pa ndihmë. Në mbrëmje ata largohen pa i vërejtur askush. Në kutitë e tyre shpesh hasim shuma të mëdha parash, por veshjet e tyre edhe mëtej flasin për një varfëri të skajshme dhe kushte të rënda jetese. Ushqimi i tyre fillon me një gjevrek dhe përfundon me një sanduiç në dorë, të cilin e hanë po në lokacionin ku ushtrojnë veprimtarinë e tyre, e cila tani më është sankcionuar edhe me ligj. Po ku përfundojnë paratë e këtyre voglushëve, por edhe të grave, të cilat i shohim çdo ditë rrugëve të kryeqytetit, kujt i ndihmojmë ne me paratë që u japim atyre. Dyshimet e para lindin që në kontaktin e parë me fëmijët, por edhe me pleqt dhe gratë të cilët zgjasin dorën për të kërkuar lëmosh. Nëse edhe si qytetari rëndomt ju parashtron një pyetje, ata mundohen t'ju evitojnë duke ju injoruar, por nëse insistoni edhe mëtej, ata largohen disa hapa më larg dhe më pas ikin krejtësisht nga vendi. Të rallë janë ata që mund të përgjigjen vetëm në pyetjen se prej nga vinë, ndërsa për çdo pyetje tjetër, vetëm e kthejnë shpinën. E kur shohin kamerat, jo vetëm që nuk flasin, por edhe mbulojnë fytyrat dhe marrin vrapin duke mos lejuar as të ju afrohesh. Këto reagime për çudi janë të njëjta tek të gjithë, sikur të jenë këshilluar nga një qendër apo nga qendra të ngjashme dhe që merren me veprimtari të njëjtë. Të vetmit të cilët pranojnë të flasin janë burrat ose disa lypsa të cilët kërkojnë lëmosh vetëm për të ushqyer dhe mirëmbajtur familjet e tyre dhe nuk janë pjesë e ndonjë grupi, veprimtarinë të cilëve do ta shpalosim në këtë emision. Por edhe ata kanë frikë të flasin para kamerës. Megjithatë, në bisedë të lirë dhe private dhe me një garancë se nuk do t'u publikohet identiteti i tyre, disa pranojnë të rrëfejnë atë që ndodh rrugëve, për çka për çdo ditë janë edhe vetë dëshmitar. Një i moshuar rreth të 60-tave, i cili për çdo ditë del rrugëve bashkë me fëmijët dhe bashkëshorten për të lypur lëmosh, pranoi të sqaroj për ekipin ton gjithë golgotën të cilën e përjetojnë lypsat e tjerë, shumica e të cilëve janë fëmijë të moshave shumë të reja. Nga frika për të mos pasur pasoja, ai nuk lejon as të filmohet dhe as t'i publikohet emri, madje edhe bisedën kërkoi ta zhvillojmë në lëvizje me qëllim që të mos bie në sy nga personat e rrezikshëm, siç i quan ai, banditët të cilët keqpërdorin fëmijët nga familjet e varfëra dhe jetimët të cilët kanë ngelur në rrugë dhe ju shërben atyre. Sipas rrëfimit të moshuarit, janë disa persona kryesisht nga Shkupi, të cilët kanë formuar rrjete kriminale dhe regrutojnë persona të pastre, të varfër, pa mbështetje
dhe një numër të madh të fëmijëve të cilët i nxjerrin rrugëve për të lypur lëmosh. Ata i grumbullojnë fëmijët edhe nga qytetet e tjera të vendit, të cilët më pas i grumbullojnë me furgona dhe automjete të ndryshme, duke i shpërndar në për zonat të ndryshme të Shkupit, të cilat janë më të frekuentuara. Në mbrëmje, ata mblidhen bashkë në një pikë të caktuar dhe kthehen në për vendet prej nga vinë. Disa madje kanë edhe lokacione në të cilat edhe i strehojnë viktimat e tyre për t'i shpërndar më lehtë ditët e ardhshme. Padroni u ambledh atyre të gjitha parat që grumbullojnë gjatë gjithë ditës, ndërsa si kompenzim u japin vetëm 2 vakte ushqim. Bashkëbiseduesi i ynë tregon se si edhe ati i kanë ofruar këta persona që t'ja rekrutojnë fëmijët me premtime se do t'i japin shuma të majme parash. Më ka thirrur një djalë dukej në moshë të pjekur, por nuk kishte mbi 40 vjet. Ai më ofroi që t'i merr dhe 3 fëmijët e mi dhe më garantoi se do të kemi përfitime të mëdha. Më tha që fitimin do ta ndajmë në gjysmë. Më premtoi se ai do të angazhohet për transportin dhe ushqimin e fëmijëve gjatë ditës, por unë e refuzova. Kisha dëgjuar edhe më herët se si trajtojnë fëmijët e tjerë dhe e dija që më gënjen vetëm sa për të më marrë fëmijët. I thash që ne jemi të kënaqur me kaq sa fitojmë dhe mjafton të jemi bashkë. Pastaj ka provuar edhe disa herë të tjera dhe kur e kërcënova se do ta denoncoj në polici, ai u largua. Por ne të gjithë jemi në kontakte edhe me persona të tjerë dhe ata shpesh tregojnë se fëmijët që ua kanë dhënë këtyre kriminalëve edhe me ditë të tëra nuk i shohin. Ata i mbajnë fëmijët me nga një gjevrek në mëngjes dhe një sanduiç pas dite. Në disa raste, u marrin të gjitha parat dhe nuk u japin asgjë, ose u japin shumë pak. Më e keqja është se prindërit nuk mund t'i largojnë fëmijët nga ata grupe, shpjegoni moshuari. Por Shkupi nuk është qyteti i vetëm ku lëshohen lypsat që keqpërdoren nga këta persona. Gjatë stinës së verës ata transportohen në Tetov, veçanërisht në periudhën ku në këtë qytet kthehen për pushime mërgjimtarët. Në qytetin e Tetovës, po ashtu arritëm të zbulojmë skemën e organizimit dhe transportimit të lypsëve sezonal. Furgonat dhe veturat që i sjellin ata nga Shkupi dhe qytete të tjera ndalojnë në hyrje të qytetit në afërsitë të ish monopolit të duhanit. Aty zbarkojnë fëmijët dhe gratë të cilat më pas vendosin dhe nga një shami për t'ju përshtatur popullatës e cila është muslimane në këtë qytet. Lypsat frekuentojnë vetëm bulevardin kryesor që shpije drejt sheshit të Tetovës, që është edhe zona më e frekuentuar nga mërgjimtarët. Në mbrëmje, ata mblidhen bashkë në të njëjtën pikë ku kanë zbarkuar dhe prej aty me vetura nisen drejt Shkupit dhe qyteteve të tjera prej nga kanë ardhur. Informatat të cilat qarkullojnë në rrugët e Qashis, por edhe dyshimet, deri tek të cilat arriti edhe ekipi ynë, janë edhe më të dhimbshme se ato që dëgjua deri më tani. Mënyra e ushqimit nuk është vuajtja e vetme e fëmijëve që tani më kanë rënë viktima të grupeve kriminele. Mënyra se si trajtohen ata në qendrat e grumbullimit, keqtrajtimet dhe jeta e tyre nga lindja e gjatë periudhës është një tragjedi në vete. Fillimisht fëmijët e kontrabanduar të cilët dyshohet se vinë nga familje të varfra janë paprindër ose që dyshohet se edhe mund të jenë vjedhur nga vende të ndryshme, si çdo fëmijë tjetër janë më të llastosur, shpenzojnë para për të vlerë ushqime që atyre u tërheqin syrin. Por për disiplinimin e tyre, padronët ndërmarrin masa të dhimbshme. Në për disa kasolle të improvizuara ku strehohen bashkë me lypsa të tjerë, këta fëmijë keq trajtohen nga padronët dhe krerët e bandave që i eksploatojnë. Fillimisht torturash psiqike, duke ju kërkuar llogari për shumat e vogla të parave që sjellin. Më pas, për çdo qindark që kanë shpenzuar pa lejen e padronit, ata maltretohen edhe fizikisht, duke u rrahur derisa të mos se përsërisin këtë gabim. Fëmijët qëllimisht lihen të palar, me plagë dhe me veshje të papastërta dhe të holla e të papërshtatshme për motin e ftohtë. E gjithë kjo që të prekin sa më shumë ndjenjat e kalimtarëve të rastit. Sipas disa dëshmive, po ashtu prapa kamerave të disa personave të tjerë që po ashtu kërkojnë lëmosh në rrugë të ndryshme të vendit,
trajtimi makabër kalon çdo kufi. Sipas disa të dhënave, femra të reja të cilat ende nuk kanë kaluar as moshën 15 vjeçare, detyrohen të lindin fëmijë pa qenë në marrëdhënie martësore, vetëm e vetëm që të kenë një fëmijë për të mbajtur në duar gjatë kërkimit të lëmoshës. Sipas rrëfimeve jo zyrtare të disa personave që nuk janë pjesë e grupit, por që thonë se janë informuar nga disa fqinj dhe bashkëqytetarë të tyre, vajzat e reja detyrohen në marrëdhënie me meshkuj të ndryshëm të grupit, vetëm e vetëm që të kenë fëmijë të cilët do të përdoren për dy qëllime. Derisa janë të posalindur, ata do t'ju shërbejnë të tjerave si karem për kalimtarët, ndërsa pasi të rriten, ata do të shndërrohen në robër të vërtet të padronave. Këta fëmijë shpesh nuk e dinë as kënde kanë baba, ndërsa e ëma pas një kohe detyrohet të heqë dorë nga fëmijët e saj. Ky krim përsëritet deri në disa herë të gjitha vajzat e reja dhe pas lindjes së çdo fëmije, ajo detyrohet të heqë dorë nga fëmija paraprak. Por të gjitha këto informata janë pothuajse të pa konstatuara deri më tani zyrtarisht nga autoritetet shtetërore dhe policore. E vetmja gjë që deri më tani autoritetet e rendit kanë konfirmuar zyrtarisht është transportimi dhe organizimi i lypsave, pasi policia edhe në të kaluarën ka ngritur disa padi ndaj personave të rritur që janë kapur duke lëshuar në rrugë fëmijë për të lypur lëmosh. Por këto raste kanë përfunduar me dënime në para për të cilat nuk dihet se si kanë përfunduar. Në opinion ka dyshime se policia syllet në mënyrë shumë indiferente ndaj kësaj dukurie dhe nuk ka një angazhim të mjaftueshëm. Edhe përkundër rasteve të zbuluara, dukuria keqpërdorimit të fëmijëve të pastre sa vjen shtohet. Por një faktor tjetër që pengon institucionet për të ndjekur këtë dukuri dhe fatin e fëmijëve është mospajisja e tyre me dokumente personale. Shumë nga këta fëmijë, por edhe familjarët e tyre, nuk kanë as dokumente personale, as shtetësi dhe nuk figurojnë në asnjë regjistër zyrtar. Kjo e bën edhe më të pasigurt fatin e tyre, pasi për të njëjtët nuk dihet as që ekzistojnë e përpasoj nuk dihet as edhe kur zhduken dhe ku përfundojnë ata. Mungesa e dokumenteve vështirëson edhe punën e organizatave jo qeveritare, të cilat kujdesen për fatin e fëmijëve në përgjithësi dhe fëmijëve të rrezikuar në veçanti. Nga ambasada e parë e fëmijëve në botë, Medjashi, konfirmojnë se dhe ata posedojnë informata për keqpërdorimin e fëmijëve për qëllime të përfitimeve materiale. Nga kjo organizat thonë se mungesa e shtetësisë dhe evidencave zyrtare rrezikon edhe më shumë jetën dhe fatin e fëmijëve të kësaj kategorie, por edhe të familjarëve të tyre. Kolegja Ainur Bafqari bisedoi me drejtuesin e ambasadës Medjashi, Dragi Zmianac. Drejtori i ambasadës së parë për fëmijë në botë, Medjashi, Dragi Zmianac, tha se janë gjatë gjithë kohës në kontakt me një numër të caktuar të fëmijëve të pastre, të cilët kërkojnë lëmosh në për rrugë dhe të cilët i takojnë kategorisë së personave të varfër, dhe se disa prej tyre i kanë vendosur në përqendra me qëllim të tejkalimit të temperaturave të ulta. Првата детска амбасада во светот не беше мобилниот тим во саботата беше на увид на терен, на дојава, односно ние сме постојано во контакт со децата бездомници и дури за време на поплавите ги посетувавме под Калето. Сместени се во Ранка Милановиќ и во 25 мај. Во Ранка Милановиќ е згрижени околу 12 деца, а во 25 мај 25. Им однесовме символична хуманитарна помош, но она што го забележа нашиот мобилен тим е дека постои опасност со почнувањето на учебната година да бидат дислоцирани од тие објекти, односно згрижени во институциите. Не замолија да упатиме апел до граѓаните, односно до државните институции и понатаму да водат грижа за нив, затоа што и понатаму се најавуваат ниски температури и навистина е нехумано и не човечки да бидат отстранети од тие објекти. Контактирав денеска со нив и ми посочија дека се задоволни дека водат и понатаму грижа за нив и дека нашиот апел преку социјалните мрежи
има стигнато до државните институции и дека се уште се води грижа за нив. Оно што сакам да го нагласам е дека тие се дислоцирани од неколку ситуации од райони во градот. Значи прво беа покрај во аеродром во Дупките, па потоа беа под мостот, па под Кале. Меѓутоа, вие знаете, со температура од минус 15-20, навистина не можат да преживеат и дека не е во ред да страдат, а има капацитети празни објекти во рамките на државните институции. A i theksoi nevojën e kyqjes së personave të pastre në sistemin arsimor si një ndër mënyrat kryesore që ata fëmijë të largohen nga rruga në të cilën ata aktualisht veprojnë, duke shtuar se numri i telefonit të tyre qëndron gjatë gjithë kohës në dispozicion për të gjithë qytetarët të cilët hasin në raste të tilla. Оно што сакам да нагласам дека децата бездомници, уличните деца и децата на улица е сериозен проблем во Република Македонија. Ние постојано апелираме преку нашиот СОС телефон 0801 22 22 дека проблемот со злоупотреба на детскиот труд и експлоатација на злоупотреба на детскиот труд ќе се реши само со вклучување на децата во задолжителниот основно образовен систем, процес. Предлагавме и предлагаме се уште до државата да го отвори буџетот за оваа ранлива категорија на деца, бездомници, деца улични, да има бенефиции за да можат да на време одат во градинка, стекнат основни животни вештини, бидејќи градинката нуди големи можности не само во згрижување, туку и во воспитание и образование. Имено, злоупотребата, неписменоста и сиромаштијата идат рака под рака во еден магиосен круг, каде што родителите трансгенерацијски го прават истото она што нивните родители го правеле и треба да се направи прекин на оваа конекција, затоа што само со вклучување на децата во образование имаме можност да децата ги исклучиме од злоупотреба на детскиот труд и ги вклучиме во редовно задолжителниот образовен систем. Ако помогне државата во таа насока, тогаш таа нема да биде соучесник во експлоатација на детскиот труд, затоа што Република Македонија ја има ратификувана Конвенцијата 182 на Меѓународната организација за трудот за итно спречување на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд, а тоа е работа трговија со деца, детска проституција, детска порнографија и овие деца се најчесто жртви на најлошите форми на злоупотреба на детскиот труд. Ndërkaq, ai tekst të veçantë vendosi tek fëmijët të cilët nuk posedojnë certifikat nga libri ami të lidhurve, duke shtuar se numrat të cilat i posedojnë ata nuk përputhen me numrat të cilat ndodhen tek Ministria për Punë dhe Politikë Sociale. Ai shtoi se fëmijët e tillë e kanë më të vështirë pasi atyre, përveç se u mohohen të drejtat themelore të njeriut, u mohohet edhe ekzistenca e tyre në planetin ton, dhe pastaj të njëjtit janë persona të cilët më së lehti preken nga keqpërdorimet që mund t'u bëhen fëmijëve dhe askush nuk mban llogari për ta. Мора да се реши проблемот со деца без извод од матична книга на родени. Иако имаме контакт со Министерството за труд и не се совпаѓаме во бројките, сметаме дека нивната бројка од 330 евидентирани деца без извод од матична книга е голем аларм дека во Македонија има сива бројка од можеби 1500, 2000, дури и до 4000 деца без извод од матична книга на родените, за која ние постојано сугерираме, апелираме и реагираме дека овие деца не само што не можат да остварат ни едно елементарно детско право, право на живот, право на здравје, право на образование, туку се врши врз нив невидена дискриминација, не постојат на планетата Земја, не постојат на мапата на Република Македонија и тие може да бидат жртви, исто како што се жртви 10.000 деца во мигрантската рута без нивна придружба, едноставно може да бидат киднапирани, грабнати, продадени нивните органи и всушност ставени во детска проституција. Затоа сметам дека Република Македонија мора да направи сериозни напори и исчекор да ги евидентира сите деца без извод од матична книга, да ги стави во регистарот и подитно да ги вклучи децата во градинка и во образование. Уфатеноста од 24% максимум, колку што постојат податоци, е мала во Република Македонија,
на деца во градинката и сметам дека Македонија заостанува за другите балкански земји и земјите од источна Европа во однос на офатеноста на деца во градинките. Ако децата бидат вклучени во градинките навремено, мислам дека овој проблем сериозно ќе се реши со вклучување на децата во образование. Имено тие деца се дискриминирани по основ на боја на кожа и по основ на социјален статус, имаат потешкоти затоа што еден од условите за вклучување на децата во градинките е нивните родители, еден од нив да е вработен. Тие се невработени, тие екзистираат по основ на собирање на секундарни суровини, питачење и мислам дека сочувствуваме со оваа категорија на деца затоа што не само ние како граѓанска организација која ги брани и заштитува правата на децата, сметам дека и граѓаните не треба да бидат соучесници во давање пари на децата на улица кои питачат. Туку треба да реагираат на телефонскиот број 0800 122 22 или на бројот на Министерството за труд 15505 да ги дојавуваат овие случаеви за тие деца навремено да бидат згрижени и вклучени во задолжителниот образовен процес. 120 përdorues të shërbimeve të kësaj ambasade janë në kontakt të vazhdueshëm me këtë ambasadë dhe atyre tani më u është bërë shprehi që të shkojnë dhe të pajisen aty me veshmbathje, të cilat qytetarët i dhurojnë atje. За нова година им поделивме и новогодишни пакетчи, имавме дури и приредба каде што успеавме една магионичарска точка да ја направиме пред детската амбасада. Тоа се 120 деца со кои сме постојано во контакт со нив. Не се сите деца бездомници, не се сите деца кои се на улица, но она што го забележуваме, повеќето од нив се деца кои се исклучени од образовниот процес. Ако децата се исклучени од образовниот процес, сметајте дека тие деца се неписмени, сиромашни, подложни на злоупотреба, манипулација, како што кажав, и на тој начин и ние како граѓанска организација која ги штити правата на децата, како детска амбасада и државата стануваме соучесници на тој круг на експлоатација, злоупотреба, неписменост и сиромаштија. Мораме да го прекинеме сингирот на злоупотреба и овие деца под итно да се заложиме да ги вклучиме во основно училиште. А прв чекор за да се вклучат во основно училиште е да бидат вклучени во градинка од третата година најмалку и државата да даде посебни субвенции, бенефиции од 1490 денари за да можат родителите да ги праќаат децата во училиште и да не се врши дискриминација на децата во градинката, туку да им се помогне да стекнат основни животни навики и вештини. Kjo ishte gjithçka për këtë edicion. Mbetemi me shpresë se autoritetet do të zgjohen dhe do të jenë më efikas dhe dukuritë e këtilla do të zvoglohen ose një ditë do të zhduken. Ndërkohë, ekipi ynë do të vazhdojë me ulumtimin dhe trajtimin e temave që janë me interes për të gjithë ju, ndërsa edhe ju mund të bëheni pjesë e këtij emisioni duke na kontaktuar edhe në faqen zyrtare në Facebook Emisioni Investigativ Gjurma, si dhe në faqen zyrtare të televizionit Shenja. Miru takofshim të premten e ardhshme.